Sa më ekstreme bëhen reagimet e tyre, aq më e qartë bëhet një e vërtetë e dhimbshme. Roli yt nuk ka qenë kur ai partneri. Ka qenë ai shtyllës psikologjike që mbante ekuilibrin e tyre psikologjik. Intensiteti i reagimeve të tyre është një përcaktues i drejtpërdrejtë se sa dëshpërimisht ata mbareshin nga ti që tua rregullojnë ndjenjen e tyre të vetvetes. Dhe ironikisht sa më absurde bëhet reagimi i tyre, aq më shumë ti kupton se roli yt s'ka qenë roli një partneri, por roli një rregulluesi psikologjik. Sjellja e tyre e panikut është gjithashtu edhe një tentim i dëshpëruar për të krijuar një reakcion tek ti. Për ta çdo reakcion qoftë edhe negativ është më mirë se mos reagimi total, sepse mos reagimi e konfirmon frikën e tyre më të madhe se ata janë irelevant. Frika, zemrimi, vëmendja pothuajse çdo veprim apo vëmendje ndaj tyre për ta është pushim. Indiferenca jote është ajo që nuk mund ta durojnë. Sepse ajo konfirmon frikën e tyre më të madhe, se janë të parëndësishëm pa reagimin tënd. Prandaj provokojnë, shtyjnë, përshkallëzojnë, jo për lidhje, por për reagim. Kur e kupton këtë se veprimet e tyre nuk janë refleksion i vlerës tënde, por i psiqikës së tyre të deformuar, fuqia zhvendoset. Kur kupton me të vërtetë se veprimet e tyre nuk flasin më për vlerën tënde, por për shpërbërjen e tyre të brendshme. Në atë moment, qendra e autoritetit kthehet aty ku gjithmonë është desh të jetë, brenda teje.